Pas humbjes së rëndë të vllait të Gjestit, sytë e të gjithëve u kthyen tek familja e tij, sidomos tek motra, e cila po përjeton një dhimbje që s'ka fjalë që ta përshkruajnë. Në këto momente të vështira, një nga personat që i është afruar më shumë asaj ka qenë Kiara Tito, e cila e ka ndjerë dhimbjen e saj si të ishte e vetja. Kiara e di çfarë do të thotë të humbasësh dikë të zemrës, sepse edhe ajo ka kaluar një tragjedi familjare vite më parë. Ajo e ka kërkuar motrën e Gjestit në qetësi, larg kamerave, dhe i ka ofruar fjalët që çdo njeri ka nevojë t'i dëgjojë në kohë të tilla. Nuk je vetëm. Kiara i ka kërkuar se dhimbja nuk zhduket kurrë, por mësohet, dhe se koha nuk e shëron gjithçka, por të mëson si ta mbash zemrën më të fortë. Ajo nuk shkoi si një person publik, por si një grua që e ka provuar një plagë të ngjashme. Në bisedat e tyre, Kiara i ka thënë se lotët janë normale, se nuk ka pse të turpërohet për dobësinë, dhe se forca nuk qëndron tek mosqarja, por tek kapaciteti për të vazhduar përpara. Ajo i ka kujtuar se vëllai i saj do donte ta shihte të buzëqeshte, të jetonte, të mos dorëzohej dhe të ishte mbështetja e familjes ashtu siç ka qenë gjithmonë. Motra e Gjestit, mes dhimbjes dhe shokut, ka gjetur një ngroftësi të pazakontë tek Kiara, jo vetëm si njeri që ka kaluar humbje, por si dikush që e kupton heshtjen, boshllëkun dhe ankthin që sjell vdekja e një njeriu të shtrenjtë. Kiara nuk ka folur shumë, sepse e di që fjalët ndonjëherë nuk mjaftojnë, por ka qenë aty, prezente, e sinqertë dhe e përulur. Sot, mes gjithë kaosit emocional dhe pikëllimit, Kiara po mundohet t'i jap asaj atë që do të donte t'i kishin dhënë dikur, kurajo. Ajo i ka thënë se dhimbja është pjesë e dashurisë, se mos e moho, mos e shtyp, por përqafoje dhe lëre t'ia tregoj rrugën drejt forcës. Dhe ndoshta kjo mbështetje e heshtur, e thjeshtë dhe shumë njerëzore, është ajo që motra e Gjestit ka nevojë më shumë se çdo gjë tjetër në këtë moment.